Biden ka marrë vendime idiote, por Trump nuk e parandaloi luftën. Ballkani është në trazirë sepse presidenti Trump e përmendi rajonin. Me sa duket ai tha në platformën e tij të mediave sociale, gjatë mandatit tim të parë, Serbia dhe Kosova ishin në një marrëdhënie të ashpër, siç kanë qenë për dekada të tëra, dhe ky konflikt i gjatë ishte gati të përshkallëzohej në luftë. Unë ndalova. Biden dëmtoi shanset afatgjata me disa vendime shumë të pamenduara, por do ta rregulloj përsëri. Kjo është një gjë e rëndë, madje edhe sipas standardeve të MAGA të Trump, ndërsa pajtohem që Biden mori vendime idiote, Trump nuk e parandaloi luftën me mandatin e tij të parë dhe çdo përpjekje që ai bën tani mund të shkaktojë edhe më shumë dëme, deklaroi Server për Bota Sot. Të dielën, presidenti amerikan Donald Trump kishte reaguar përmes rrjetit social Truth, duke përmendur Kosovën. Trump ka përmendur ndërmjetësimin e tij në raport mes Kosovës dhe Serbisë si shembull të rolit të SBA-s në parandalimin e konflikteve, ndërsa paralajmëroi përpjekje të reja për të arritur paqe mes Izraelit dhe Iranit. Gjatë mandatit tim të parë, Serbia dhe Kosova ishin duke shkuar drejt një përplasje të ashpër, siç kanë bërë për dekada, dhe ky konflikt afatgjat ishte gati të shpërthente në luftë. Ndalova atë. Biden e ka dëmtuar perspektivën afatgjat me disa vendime shumë të pakuptimta, por më mund ta rregulloj sërish, ka shkruar Trump. Postimi i presidentit amerikan vjen mes tensioneve në rritje në lindjen e mesme, ku Trump ka sugjeruar se SBA-t janë duke ndërmjetësuar bisedime për paqe mes Izraelit dhe Iranit. Ai shkroi se shumë thirrje dhe takime janë duke ndodhur tani dhe u zotua se do të kemi paqe së shpejti. I pyetur se çfarë marrëveshje do të sjellë Trump, Server në një prononcim për gazetan Bota Sot, thotë se ai ka pritur deri ndarjen e Kosovës. Sipas tij, përshpërithësi i tij në Ballkan Richard Grenell e mendon këtë ide të shkëlqyer. Çfarë do të provojë Trump? E them këtë për shkak të prirjes së Trump drejt ndarjes së Kosovës. Përshpërithësi i tij në Ballkan Richard Grenell mendon se kjo është një ide e shkëlqyer. Ai do të ofrojë atë si shkëmbim territori. Kosova Veriore me shumicë serbe do t'i shkonte Serbisë, dhe komunat me shumicë shqiptare të Serbisë Jugoore do të shkonin Kosovës. Tingëllon bukur, veçanërisht nëse je nacionalist etnik. Trump dhe Grenell janë nacionalist etnik të përkushtuar të llojit supremacisë të bardhë, shpreh profesori. Por sipas tij, Serbia nuk do ta pranojë ndarjen, si dhe kryeministri Kurti ose pasardhësi i tij do të bënte më mirë të mos lejonte asnjë diskutim për shkëmbim agjende. Por Serbia nuk do ta pranojë ndarjen. Ajo preferon të mbajë të gjithë Serbinë Jugore, ku kalon një rrugë kryesore për në Selanik dhe Mesde. Kjo është arsyeja pse Beogradi po bën çmos t'i largohet shqiptarëve. Pra ky është një karrim klasik. Ofron shkëmbim, merr ndarje. Kryeministri Kurti ose pasardhësi i tij do të bënte më mirë të mos e lejonte asnjë diskutim për shkëmbim në agjend, thekson Server. Kujtojmë se Kosova dhe Serbia gjatë mandatit të parë të presidentit Donald Trump në shtator të vitit 2020 nënshkruan në shtëpinë e parë marrëveshjen e Washingtonit për normalizimin ekonomik në praninë e tij. Kjo marrëveshje, e cila përfshinte edhe njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Izraeli, nuk është zbatuar në tërësi. Profesori Server thotë se as Kosova dhe as Serbia nuk ka nevojë për ndihmë nga persona si Richard Grenell apo Donald Trump. Sipas tij, Prishtina dhe Beogradi e njohin njëri tjetrin mjaftueshëm mirë për të vazhduar me çështje teknike. Çfarë duhet të përpiqen të bëjnë Serbia dhe Kosova? As Serbia dhe as Kosova nuk ka nevojë për ndihmë nga persona si Richard Grenell apo Donald Trump. Dialogu në vitet e fundit ka synuar normalizimin e marrëdhënieve midis tyre pa njohje të ndërsjellët. Kjo ka dështuar i gjithë dialogu politik që nga viti 2013 ka prodhuar pak ose as pak. Dialogu teknik që i parapriu asaj përpjekje dhe që vazhdon me së të ulët ka prodhuar shumë tepër, ndërsa të gjithë e abuzonin në atë kohë një kod telefonik për Kosovën, njohja reciproke dokumenteve, zgjidhja e furnizimeve dhe pagesave me energji elektrike, kontrollet e integruara kufitare. Këto janë gjëra që bëjnë një ndryshim të vërtet për njerëzit të vërtet. Në këtë pikë, Beogradi dhe Prishtina e njohin njëri tjetrin mjaftueshëm mirë për të vazhduar me çështje teknike dhe në mungesë të ndërmjetësimit të BE-s. Nëse ekziston vullneti politik, ata duhet ta bëjnë këtë, nënvizoi profesori. Duke folur rreth çështjeve të BE-s, Server thotë se të dyja vendet kanë problemet e tyre me Bashkimin Evropian, që sipas tij është pranimi i Beogradit në BE dhe Kosova vuan nga sanksionet e pajustifikuara.
Çështja e BE-s në të njëjtën kohë, Beogradi dhe Kosova kanë të dyja problemet e tyre me BE-n. Beogradi është i bllokuar në procesin e pranimit, ai duhet të gjejë një zgjidhje me Brukselin se si të rifillojë. Kjo duhet të përfshijë sipërparësi zbatimin e marrëveshjes dhe aneksit të saj të zbatimit që supozohet se është arritur në vitin 2023. Presidenti Vučić refuzoi ta nënshkruante, por BE-ja po i shkruan angazhimin në procesin e pranimit. Ai duhet të bënte mirë të zbatonte në heshtje. Kosova ende vuan sanksionet të pajustifikuara të BE-s për veprime që askush nuk i kujton vërtet, por ato ndihmuan në stabilizimin e situatës në veri dhe demonstruan profesionalizmin e forcave të sigurisë së Prishtinës përballë përpjekjeve të përbashkëta të destabilizimit të Beogradit. Brukseli ka filluar procesin e lehtësimit të sanksioneve, duhet të përfundojë sa më shpejt e të mundur, thekson Server. Turqia ai thotë se një president i SBA-s duhet të mendojë shumë gjëra para se të shkojë në Ballkan, gjersa kritikon Trumpin për Romujën. Edhe një president i SBA-s plotësisht i kualifikuar do të kishte shumë gjëra për të menduar tani përpara se të shkonte në Ballkan. Një president i votuar, Trump, nuk mund të bëjë shumë më tepër se sa të marrë meritat për gjërat që nuk i ka bërë dhe të premtojë më shumë. Por ai po dështon kudo. Gaza, Irani, Ukraina dhe tregtia janë të gjitha një rëmuj. Mungesa e koherencës së tij nuk është e shëndetshme. Kujdes se çfarë dëshironi. Këshilla ime për ata që mendojnë se ka nevojë për ndihmën amerikane është kjo: mos kërkoni, merreni vetë, përfundon ndër të tjera Server. Në një intervistë, Charles Kupchan, nga Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë në SBA, u shpreh se deklarata e fundit e presidentit amerikan Donald Trump për Kosovën dhe Serbinë duhet parë në kontekstin e një lideri që po përpiqet të rikthejë vëmendjen e opinionit publik mbi rolin e tij si negociator i shkëlqyer. E në lidhje me këtë deklaratë të Kupchan, ka folur opinionisti Ded Preqi. Ai në një prononcim për Bota Sot thotë se rikthimi i Trump në pushtet do të ndikojë në përshpejtim të një marrëveshjeje të mundshme mes Kosovës dhe Serbisë. Profesori amerikan nga Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë në SBA thotë se presidenti Donald Trump mund të rikthejë negociatat dhe përpjekjet të marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë, por premtimet e tij për paqe në Ukrainë dhe në lindjen e mesme nuk shkuan ashtu siç kishte premtuar më herët, se me ardhjen e tij në pushtet do të ndodhen shumë shpejt paqja në këto vende. Rikthimi i presidentit të SBA-s Donald Trump që t'i nxjisë negociatat dhe hapa drejt një marrëveshje të mundshme në mes të Serbisë dhe Kosovës do të ishte një kthesë e madhe për të dyja palët, kur dihet se këto dy vende edhe mbas 25 vjeteve të ndërprerjes së luftës në mes tyre, nuk kanë akoma një shëndrueshmëri paqësore dhe marrëdhënie të mira ndërfshinësore dhe duke mos e njohur njëra tjetrën, deklaroi ai. Megjithatë, Preqi u shpreh skeptik se pa SBA-n mund të ndodhë shpejt një marrëveshje mes dy palëve, pasi që potencoi faktin se shteti serb vazhdon me politikat e saj agresore. Për këtë e vlerësoi si të domosdoshme përfshirjen e Trump dhe duhet patjetër t'i besojnë politikave të tij. Serbinë, kryeneshje dhe agresore të një regjimi të pandryshuar nga e kaluara,